kalojmë tek receta tjetër, sa Albana t'i sjelli produktet natyres, unë po kërkoj përbërësit e recetës, dhe i shohim deri në fund, besoj të t'i kemi natyres për t'i shërbyer, për t'i degustuar këtu të gjithë. Do të bëjmë një çomlek tani me mish, kemi 800 gram mish viçi, ose mish lepuri, që do ishte akoma më e mirë, 1 kilogram qep të vogla, ose 1 kilogram qepujka, qep, 2 lugë gjelle salcë domate, 1 lugë kafeje sheqer, 1 kokë hudhër, 5 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë supe gjalp, 100 ml verë kuqe ose 3-4 lugë uthull, 1 lugë kafeje krip, 3 gjethe dafin, domate të thata, kaper, rigon, piper, sipas shijes. Çomlek me mish. Për llojin e mishit zgjidheni vetë, nëse gjeni në një lepur akoma më mirë, të egër, del shumë e shishme. Dhe në qoftë se nuk e gjeni, keni alternativa? Me çfarë lloj mishi që keni jure në shtëpi? Pyetje. Nga trunat. Ky 1 kilogram shiqepve dhe hudhër do kaurdiset mirë. Do karamelizohet? Do karamelizohet. Aj shumë do kaurdiset. Do të shtoj. Mishin e kemi zier. Një pjesë. Gjalpi. Receta që lexova është për gjithë familjen. Po. Ka më pak, patjetër që ka më pak. Po, gramatura, ndërsa këtu kemi pak më pak. Edhe pak më pak mish, pashtu pak më pak qep. Tani, unë ngrita këtë recetë. Kam salcën, specin. Kemi tomatet aty në vaj. Po, janë që akoma janë aq të mira dhe shije fantastike japin gatimeve tona. Gjithmonë punohet në kuzhinë me markat më të mira, më cilësore në treg, kështu që Ponti është një prej tyre. Distributor është Euta, e cila ka një karrierë, një eksperiencë mbi 30 vjet në importimin, ambalazhimin dhe shpërndarjen e produkteve të shportës. Një prej tyre, për shembull, është linja e salcave Star, linja Ponti, Gullio që pam salcat për pasta të ndryshme, Garofalo, e 1000 produkte të tjera, 1000 produkte të tjera të shportës. Këto domatet në vaj, që Albana t'i përdorit për çomlekun e sotëm, nga Ponti, domatet të zhytura në vaj, atë ke keni dhe një aty, po e shihni në raft, janë shumë të mira për gjellët e ndryshme që përgatisim, po mund të bëjmë dhe një tip omlete me domate të thata, vezë, erza, dhe në shkëlqyer në shije, edhe kështu si që janë mund të përdoren, po të përdoren edhe në për salata. Sot kemi rastin që provojmë në çomlek. Qep të vogla, qepujka ose qep të tjera të cilat duhet t'i ndanin nëse janë më të mëdha, t'i ndanin në 2-3 pjesë. I vrash fundin edhe pakës fare sheqer. Ja çfarë du të thotë që kur them unë revolucion në frigorifer, në raftet tuaja. Pra, s'kemi pse lëm nga pak e nga pak. I konsumojmë që të gjitha. Qepët i lëtë të bëhen. Tu kam. Mishin e kemi zier. E kam zier në fillim fare, kam dhe lëngun e përfituar nga zierja. E mbyll sërish. Dhe i jap një përzierje. Këtu, po të doni, ja, unë ule mo pak. Po të doni shtoni, po të doni nuk shtoni, si të dëshironi ju. Karamelizohet aq mirë një ki karamelizohet, sa që ju nuk ju duhet as pak, as të prisni të sheqeri, absolutisht. Merë atë ngjyrën kafet e këndshme, sepse kur themi çomlek, ajo ngjyrë na vjen në mend. Po i shtoj pak. Ju e keni opsionale, po të domosdoshme, produktet e tjera i keni. Nëse më dëgjoni mua, vendoseni, shtojeni. Ja.
I jep tepër kremozitet, edhe ngjyrë, edhe shi, edhe aromë të mirë. Nuk do zhgënjeheni. Nuk do zhgënjeheni. Do të shtoj domaten si që kam. Sepse nuk dua ta coptoj, për të coptuar nuk kam salcën. Shtoj salcën direkt. Salca star me një ngjyrë të theksuar të domates së kuqe, e cila prodhohet, përgatitet me cilësinë më të mirë të tomateve në kohën e sezonit të tyre. Kjo është e rëndësishme. I mbaj me kujdes, i shërbej. Ato që ne nuk e arrim dot me salcën e domates ta përgatisim, sepse nuk e kanë sezonin e tyre domatet në këtë periudhë, na e siguron star. Ja. Salca star që është në Kamanos Qelqi, mund ta gjeni kudo në çdo market dhe e përdorni për gatime për pastat, për gjellët. Si të dëshironi ju. E lënë edhe këtu. Kam pak kaperi. Të zhytur aty do t'i kullojmë pak nga... E kulloj? Po, e kulloj nga vaj pak, po. Tani po ngre bukë mia të bëhen, s'kam çat bëj dhe, ho? Mund t'i lëmë siç janë ose i presim pak. Unë do t'i pres pak. Do t'i pres pak me coptoj hudrat në fillim. Normalisht e kam më pak mas, që kështu. Kështu e shtyp hudhrën albana për të nxjerrë dhe për të shpërthyer alicina prej saj. Antibiotiku natyral që gjendet tek hudhra dhe që përdoret si një antiinflamator i jashtëzakonshëm. Ja, e bashkoj bashk. Ky është një gatim për njerëzit e zemrës. Me produkte cilësore, ore ju ka duk gatimi, shiko. Do kishit ju këtë ngjyrë të kuqe, e thënë drejtën në salcat e tjera, jo. Sepse vjen ajo salca në kafe. Po, as të domatet i bësh, nuk që ne i fusim. E keni parë, unë i vendos karotën, i vendos specin e kuq, i vendos paprikën që të më dalë një ngjyrë pak më hajde, më e sojshme, më e fishme. Ja, me këtë salcë është e kuqe, domatet i lenit të tilla, sepse janë vërtet domatet të thara në vaj, dhe është pomodorini, pra është akoma dhe më cilësore. Këtu, unë marë dhe i shtoj të duktin tjetër, 2, hudhrën, dhe më rëndësishmja, kaperin që do t'i japje atë shijen e duhur mes ullirit jeshil që është në vaj, që është më pak pikant. Pak a shumë ajo shije është. Nëse ne nuk e kemi, unë them vazhdimisht që e konvertojmë, pa mirave është kaperi. Me këte, disa shkoni? Një vit? Se do bëjmë për ditë gatime. Akoma dhe më tepër. E keni në mënyra të ndryshme këtë kaperin, a? Faktikisht, janë të shkruar, janë gjitha atisha janë, unë zjodha këtë në vaj zjodha. Sepse të bën. Me atë çapën e bukës, vajore kjo me yndyrë, po të doni ju këtë tavë. Ama mësë më ngeci këtu. E meni e vendosin në furë. E meni me pak me çapa buke, e ngjyeni me bukë misë. Vazhdojmë si të doni ju. U dyrë si të qitani nga shija. Ndjedh shijen ti në teori. Marë në fund fare. Ishim. Ja. E vendos këtu. E rëndësishme është që temperaturat të jetë poshtë mesatares për të vendosen qepujkat. Avash bëhet kjo gjë. Nuk i shtoj lëngun akoma, këtu. Dua të shtoj të gjitha produktet me... Ja, ku kam. Po do t'i shtoj rigonin, po do i shtoj piperin, masën e kripës.
që e do këtë mas. E përzjej mire. Mirë shiko u, çfarë mas në djellë se shife si është, shife. Ja. Dhe i lëm me kapak të zjejnë qetësisht në fund fare dhe uthull. E keni? Uthull të zakonshme, ne zjedhim gjithmonë uthullën ponti, uthullën e mollës gjithashtu, uthull rushi, por kjo recete do këtë një gotë të vogël me uthull. Mos u ngutni për ta gatuar. Do të shtoj ujë sa? Aq sa si përfaqja e qepëve mbullohet. Do thoni ju qepët janë të lehta edhe ngrihen në sipërfaqe, kaq. Do të mbullohet me lëngun e mishi dhe qepët kanë atë vetin që trashin lëngun. Do ta lë të bëhet. Derisa qepa të zbutet e të bëhet mirë. Super. Nëse kemi kapakun e vendosim dhe përmbledhim po ashtu recetën, bëhemi gati për cilë në tryez edhe 2 të tjerat që i kemi në furr, vazhdojmë pjekjen procesin e tyre termik, çomblek me mish. Ju duhet 800 gram mish viçi ose mish lepuri, 1 kilogram qep të vogla, 2 lugë salcë domate, 1 lugë kafe sheqer, 1 kokë hudhër, 5 lugë supe vaj ulliri, 1 lugë supe gjalp, 100 ml verë kuqe ose uthull, 1 lugë kafe e krip, 3 gjethe dafine, domate të thata, kaper, rigon, piper, sipas shijes. Byreku me makarona ka ardhur nga porosit tuaja. Kjo është receta e çomlekut. Ta vendosim edhe pak në lartë temperaturën që të arrim deri në fund të rezes, ta shijoj. E hoqa më përpara.